Në Gjirokastër, depozitimi pa kriteri mbetjeve urbane për gjatë shtretërve të përrenjve është problematike për ndotjen e mjedisit dhe shëndetin e banorëve. Në disa lagje të qytetit, depozitimi i mbetjeve urbane i ka kthyer përrenjt në kosha natyror mbeturinash, ndërkohë që me rritjen e temperaturave të motit ndotja rrezikon shëndetin e popullatës. Banorët apelojnë që bashkëqytetarët të tregohen të kujdesshëm për depozitimin e mbetjeve urbane në vendet e përcaktuara, si dhe mbajtjen pastër të mjedisit. Shumë. Tani do ngrohet edhe kuantik më shumë, do dalin kunupe, do dalin miza, do dalin çdo gjë do dalin. Edhe peksheret mund të kemi. Merr plera këteja, merr plera andeja hit këtu brenda dhe kur vjen sezoni, këtu nuk kalon dot. Këtu duhet të bë kamera, se njerëz të papërgjeshëm morë të vona pa hedhin plera. Ne jetojmë këtu. Ne vim, unë vi që na granica, që na lagja, na matani vi hedh këtu. Mos i hedhin e ditën nga zë. Mjedisi i pastër ndikon edhe në imazhin turistik të Gjirokastrës në këtë sezon pranvere, ku qyteti i gurt mirëpret vizitorë të shumtë, vendas dhe të huaj.